Buxheti i shtetit arkëtoi 246.4 miliard lek në 4 muajin e parë të vitit me një realizim në masën 100.3% të planit të periudhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhen rreth 14.5 miliard lek apo 145 milionë euro më shumë. Të ardhurat tatimore për periudhën janar-prill 2025 u realizuan në masën 91.5 miliard lek, 13.1 miliard lek ose 16.7% më shumë se janar-prill 2024. Krahasuar me planin, të ardhurat e mbledhura janë 3.2 miliard lek më shumë. Të ardhurat nga TVSH arkëtuar neto u realizuan në masë 25.5 miliard lek, 29.9% më shumë se periudha janar-prill 2024 dhe me një realizim 2.1 miliard lek më shumë se plani i periudhës. Rritja e të hyrave nga ky zë është treguesi drejt për drejt i shtimit të konsumit në vend. Rimbursimet për periudhën janar-prill 2025 janë 5.4 miliard lek. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin u realizuan në masë 24.5 miliard lek. Tatimi mbi të ardhurat personale është arkëtuar në vlerë 27.2 miliard lek, 6.2 miliard lek apo 29.2% më shumë se 4 muaj 2024, si dhe 3.5 miliard lek më shumë se plani i periudhës, çka lidhet me deklarimin dhe pagesën e detyrimeve që rrjedhin nga diva e të gjithë të punësuarve në vend. Taksat nacionale në 4 mujor realizuan në nivelin 1.1 miliard lek ose 8.3% më shumë se një vit më parë. Të ardhurat nga fondet speciale rezultuan në 59.3 miliard lek, 11.9% më shumë se periudha e vitit 2024, si dhe realizim në masën 103.4% të planit. Të ardhurat doganore për periudhën janar-prill 2025 u realizuan në vlerën 72.4 miliard lek, apo 5.1% më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Nga TVSH në import u mblodhën 48.8 miliard lek, apo 1.4 miliard lek më shumë. Të ardhurat nga akciza rezultuan me rritje me 2.3 miliard lek. Nga taksat doganore u arkëtuan 2.8 miliard lek ose 1.9% më shumë se janar-prilli i vitit 2024. Shpenzimet e përgjithshme publike arritën në rreth 207.8 miliard lek me një realizim në masën 94.3% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me vitin 2024, ky zë ka rezultuar 11.5% më i lartë apo rreth 21.5 miliard lek më shumë.